Unë jam sot këtu, sikur isha dje dhe sikur isha me 16 tetor 2018. Por rrugëtimi im për të raportuar këtë krem ka ndodhur qysh me herët. Qysh shumica për juve besoj që sa keni ndëgju që dhuna seksuale po ndodhen në Kosovë. Qysh një ditë pas dhunimit, unë e raportova në shtabin UÇK-s, jo për të kërkuar drejtësi, po për të kërkuar sigurim që të më mbrojnë që mos më ndodhte prapë. Është vështirë të flasësh për këtë temë, për drejtësi, për stigmen, për statusin, pas gjithë aty në fjalimeve. Kurse, në letër, ligjet e Kosovës dolin shumë mirë, edhe për të ardhur huajer të morën mësim nga Kosova po dolu mirë, po në realitet nuk është ashtu. Qysh 2013, kur shteti jam, ma mohoj mu drejtësin, e tash të nga dalë me folë, me thona kjo ka uskanisë qysh ma heret. Jo, të folë në realitetin, së ndryshimi për drejtësi po ndodhë vitet e fundit, ndryshimi për me thy stigmen, heshten, ka ndodhur qysh në 2018. Kështu që na do të falenderojnë se cilën person që ka bërë diçka për këtë kauzë, qysh nga organizatat që janë marrë me këtë punë kanë prej mbarimit luftës të 99-s, edhe se cilë personet deputet që kanë ngritur dorën që ky ligj të kalohet. Por na duhet të pranojmë edhe kritikat që nuk është bërë mjaftueshëm, do të bëjmë ndryshime, se me të vërtet për mu nuk do të ketë kur qetësi shpirtërore pa pas drejtësi, se drejtësia na mungon, jo vetëm njoja statusit. Une, nga këty bëj thirrje secilës viktim që të raportohen të raste, se nuk është vonë për të kërkuar drejtësi, por po ashtu edhe për njohjen e statusit. Edhe pse na jena falenderues ndaj shtetit tonë që e ka fillu këtë komision e këtë lloj pensione se ta quajmë, paja i takon Serbisë me pagu për krimet, për dëmet që i ka shkaktuar në Kosovë. Edhe los viktimat që të ndihen të sigurta se çdo rast, çdo histori është mbrojtur me ligj, edhe donat e juaj janë të mbrojna, kështu ju bëj lutje që të kërkoni drejtësi edhe të aplikoni për njohjen e statusit. Se nuk është një diçka që ta ndreq jetën ose ta lehtëson dhimbjen, po është haki juaj për atë që ju ka ndodhur juve, që Kosova të jetë e lirë, që na të gjithë të gëzohemi sot. Faleminderit gjithëve.